Në Kosovës, dhe më thonë këndore që është bëhë prej Albin Kurtit, kryeministrit aktual dhe presidentit Vjosa Osmani, a mund jetë mbrapa kryeministri? Unë besoj që ka një lojë të vjetër të Sorosit që quhet, e ka shpjeguar ai vetë, që quhet asnjëherë vezët e gjitha në një sport. Mbajmë 2, 3, 4 sporta. Ca vezë vëm këtu, ca vezë. Këto janë vezë të kyçes. Çfarë janë vezë të kyçes? Janë vezë që hidhen në një fole, e cila lind para tyre, i përzen gjithë vezët e tjera dhe zogjtë e tjera që kanë lindur, dhe këto dy prindër kujtojnë se po rrisin fëmijën e tyre, po rrisin armikun e tyre. Dhe zogjtë e kyçes është klasa jonë politike në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Balzi. Këto zogjtë e kyçes kanë një projekt, që është projekti i atyre që i kanë sjellë në pushtet, i atyre që i kanë sponsorizuar. Njerëzit kur më shohin në bazë ndarjeve politike më shajnë në mënyra të ndryshme, por për të më shajnë gjithë, këtu në Kosovë flas. Pak gjë që thënë e fjalë të mirë. Sepse unë i bit gjithë klasës politike dhe besoj unë që janë zogjtë e kyçes. Po Albini është zogu më i madh i kyçes Soros që ka pasur në Kosovë, do ta kuptoj më vonë. Po do vi një ditë që në Kosovë do humbasi perceptimi se do ketë ndonjëherë zgjedhje. Albini brenda 3-4 vjetësh do kapi gjykata, presidencë, do kapi çdo gjë. Në atë moment do shfaqet Albini vërtet. Jo ky që keni parë. Ky është i mirë kur e shihni. Ky herë do marrë pushtetet. Pasi të marrë pushtetet këtu s'do ketë më demokraci, s'do ketë më zgjedhje, se s'do ketë kush të fitojë. Pasi Albini ka një armë, ka aftësinë si komunist i vjetër që është, në kuptimin jo thjesht si personazh, jo thjesht si personazh, po si histori e personazheve komuniste, që do ketë një masë garancie për vota. Dhe kur nuk do fitojnë ai partitë të zgjedhjet, partitë janë të soptuara dhe të kontrolluar dhe ato, por Lumir Abdixhikun kur u zgjon, 2021 ka bërë autobiografinë e tij të paautorizuar, kanë botuar në Shqipëri duke thënë ky brenda 4 vjetësh do e bëj LDK-n tapetin e Albin Kurtit, sepse ky nuk është Lumir Abdixhiku. Ky është Lulmir Abdixhiku, kopja e Lulzim Bashës. Dhe ky ka detyrë të shkatërrojë LDK-n. Dhe kështu klasa politike do të jetë gjithmonë paterica e dur e një pushteti absolut të Albinit të Sorosit. Për lëvizjen LGBT, dhe ata që besojnë që duke liruar një rrugë, duke zbukuruar një qytet, në kuptimin që ja çliruam Mitrovicën, unë i siguroj për diçka. Më gjeni një arsye që Vučić të qëndrojë një ditë më shumë pushtet pa Albinin. Albini është mjeti se si Vučić ndërton narrativën nacionaliste në Serbi, duke gjetur armikun, dhe Albini qëndron pushtet sepse ka Vučićin. Kur ti ke Vučić i ke dhe Albini, kur ti ke Albini i ke dhe Vučić. Wow, bravo. Mi thot dëgjona që për na lumbi mend, do të si ka thonë kërkosh. Kur thoja në Shqipëri në vitin 2014, që ka një agent për shpopullimin e Shqipërisë, dhe këtu nuk do ketë, më do ikin shqiptarët, mua më shifin që shkuj që thotë të gjëra. Këtë ftojmë në televizion, atë të çmendurin. Në vitin 2021, kur filluan ta kuptojnë që kjo kishte ndodhur, mu liruan në 2 televizione, në tjera thanë mos e sillni, s'na kujtohet që ka qellu. Po Hashim Thaçi ish presidenti që është Hashim Thaçi e hëngri sepse luajti me 2 porta. Hashim Thaçi ishte komplet në shërbim të Edi Ramës dhe Vučićit dhe ushit i tëri siç është nga A-ja ke Z-ja në një projekt ndërkombëtar. Nuk e di me çfarë kontrollonin, mbase me këto dosje që kanë përdorur. Por ai është viktim në atë gjyq, në atë Hag, dhe unë kam dalë protestoj për lirimin e tij, sepse nuk e kanë arrestuar sepse është ky që është. E kanë arrestuar për të njëllosur UÇK-n. Nga ana tjetër, në çdo lloj kuptimi të fjalës, ai shërbeu Sorosit nëpërmjet Edi Ramës dhe e lidhi dhe me Vučićin, por në fund fare kjo është e sigurt, ata e arrestuan sepse do shkonte ke Trumpi të firmonte një marrëveshje me 10 pika, e cila ishte në favor të Kosovës, por që Kosovë nuk e din çfarë shkruaj marrëveshje, thjesht thonë që do të coptojë Kosova. Është marrëveshja e vetme më e mirë që ka pasur Kosova dhe që nuk do të shohim më sy. Bravo, ta dërgita për to. Po dojmë tek tema aktuale se i kemi edhe 2 mysafir mbrapa, dhe ashtu s'po rrin rahat. Netanyahu është gjolla, ka dek. Ka të gjitha mundësit të jetë gjallë, po gjitha mundësit të jetë vdek. Ajo që është se sigurt është që kur e vran Charlie Kirk, se për mua këta e vran dhe Charlie Kirk në Amerikë, ky për 5 minuta shkruajti mesazh që se kemi vrarë ne. Ndërkohë tani sa ditë ka, sa javë do bëhen, që ky nuk del publikisht, që ta kemi prova me fakte, me figurë, që ky është gjallë. Dul me atë ambasadorin amerikan, tha nuk je ti që kena vrarë. Unë të bëja 100 video se ajo. Me inteligjencë artificiale sa duash ti. Ta nxjerr dhe me kamenin bashkë. Po shkon buni çudi më e madhe, i shkon domethënë kish pos patika këtu, bash me sako me kat kështu tesha. I kish pos jo kpuca sigurisht, po kish pos zare çashtu. Ajo ChatGPT-ja veç patika di. Ka dhe një batutë që ka përcaktuar që është një